dhe pritja ndër Partinë Demokratike të Kosovës dhe jo vetëm, edhe zoti Thasi dhe zoti Veseli dhe ata të vendosin që të kthehen aktivisht në politikë në PDK, atër atë dëduaj si pas jush të ishin aty për të garuar për kryetar. Po sigur se po. Është në vullnetin e tyne, ta shumë s'më me paragjyku se a dojnë ata më mirë me politikë, a s'dojnë më mirë me politikë. Unë e pora uroj dhe besoj që ky proces përfundohet se është zgjatë, është stërzgjatë. Ka deviju prej asaj na çka është nisë në fillim. Është nisë krejt për diçka tjetër, edhe ka kalu në diçka tjetër. Ka mungu transparenca, llogaridhënia, respektimi drejtave të njerëzit. Unë besoj në drejtësi. Mirë po, realisht, kur beson drejtësi, drejtësia duhet me kry punën e vetë, edhe me qenë drejtësi. Jo më nga ajo që kemi parë deri tash nga procesi në Hag. Len me dëshiru. Len për dëshiru. Len për dëshiru. E kem ndryshimet kushtetuese dhe mandamentin kushtetues që krejt kjo punë nuk është në harmoni me ata mandament. U bo ligje edhe bazë për këto ka qenë raportit Dick Morkuttit as gjon nga i raport. Procesi i stërzgjatur. Transparenca dhe llogaridhënia askund. Respektimi drejtave njeriut lën për me dëshiru. Edhe shumë çështje tjera. Prandaj besoj që ky proces të përfundoj me vendim lirues. Ju prisni që vendimi jetë lirues. Jetë lirues dhe pasi që jetë lirohen, nuk muj me paragjyku cili do t'jetë veprimi i tyne i radhës, a dëshirojnë me qenë pjesë e politikës, apo mendojnë që mjaftushen e mirë me politikë, është ne... Nëse dëshirojnë, a duhet hynë ngarë? Nëse dëshirojnë, s'munësh mu zirë kryetari Partisë Demokratike pa të votu konventa. Kush do qoftaj, edhe zoti Thaqi është zgjedh me votim konvent, edhe zoti Veseli është zgjedh me votim konvent, edhe se cili prej neve që jemi zgjedh me votim konvent. Kush i merr shumicën e votave, ai fiton. A jeni takuar pas zgjedhjeve, a keni pasur kontakte me të tjerët nga partitë opozitare? Ju më taku me zotin Haradinaj, pres me u taku edhe me zotin Abdigjiku. Me zotin Abdigjiku nuk jeni takuar deri. Nuk jemi taku ende, pres me u taku pasi që ti kryjnë disa veprimet cilat janë në procedurë, e di që me datën 31 i kanë mbledhjen e organeve tyre. Të shtunën e ardhshme. Po, të shtunën e ardhshme dhe pastaj jam i hapur dhe jam i gatshëm për mu taku për me bisedu për gjitha temat. Me zotin Haradinaj, cilat kanë qenë bisedat? Ka qenë bisedat për bashkëpunimin tonë në periudhën e ardhshme, varësisht prej situatave që do t'jenë në kuvend dhe për pozitave që do t'jenë kuvend. Ta shojmë, nëse ka rezia, ta shojmë listën e deputetëve që kanë dalë nga Partia Demokratike e Kosovës, pra deri sa ta kemi, është pa një numër i deputetëve të rinj që janë zgjedhur kësaj radhe me shumë vota, dhe një nga ata që është diskutuar shumë edhe zoti Arjan Tahiri, cili doli i dyti, duke mos e pasur numrin, pra e ka pasur numrin 30, doli më i votuari me 72.328 vota. Për Parim Gruda po ashtu, i treti, nga numri 15 në listë zgjedhore, me 66.557 vota, duke vazhduar kështu, gruaja më votuar, Sala Jashari, me 48.000, pastaj është zonja Vlora Qitaku, dhe të tjera. Arben Mustafa po ashtu, ka marrë numër të konsiderueshëm votash, si e pat, po Besa pastaj është edhe Kabashi Ramaj aty me një numër të madh të votave, donë se ishte pozicionuar edhe favorshëm në listë zgjedhore, por jo gjithmonë pozicionimi i listë zgjedhore ka sjell. Çka ndodhi me këto rezultate? Kjo tregon shumë çka. E para, elektorati PDK-s tregoi ka duhet me shku PDK-ja. Ky është mesazhi i parë. Na i vendosëm listë, figura të reja, pjesë e madhe e listës PDK-s kanë ngaru për herë të parë, dhe kanë marrë numër të madh votave. Jo vetëm ata që kanë kalu, po disa që kanë qenë afër me kalu. Edhe sikur të kishte qenë pak më gjatë koha e fushatës zgjedhore, jam i bindur që kishim me kalu dhe kishim me qenë deputet
Kuvendin e Republikës Kosovës, se kur do t'jenë pjesë e garës, mbrana listës Partisë Demokratike të Kosovës, disa tjerë kanë me kalu. Kjo të tregon që për në talmen edhe do që realisht bojnë shumë përpjekje me u pozicionu veç në kryt e listës, që nuk është krejt numri aq që të banë deputet. Se du të me të bo emni, du të me të bo puna. Se ka njerëz, Zoti Tahir ka qenë numër 30, është i dyti ma i votum. Zoti Behrami, Artan Behrami, ka qenë numër 75, është i votum. Njerëz Dy herë Zoti Behrami e ka dëshmuar se është i zëzshëm pra, nga numër 75 doli i 14, 25.466 vota. E shet që njerëz të ri që i ke vendos kanë rru struktura deputetve. Shamull, Zoti Tahiri, Zoti Mustafa, Zonja Kaboshi Ramaj, plot njerëz, do më thonë, të ri, që kanë kalue për deputet dhe kanë morë numër të madhë të votave. Dhe normalisht që kjo është mirë, sepse kemi një kombinim gjeneratave, përvojave, të profesioneve, se kur e këmë propozu listën, edhe i falenderoj